Rreshtet e Borës në qarkun Shkodër kanë pushuar, por disa zona malore, situata vijon që tjetë problematike si shkak i përkatësimit motit që përfshiu vendin në 2 ditët e fundit. Aktualisht nga Bashkia Shkodër nuk raportohen probleme. Aksi rrugor Bog-Theth është i hapur dhe automjetet mund të qarkullojnë pa probleme, edhe pse është e këshillueshme që drejtuesit e automjeteve të tregojnë të kujdesshëm. Po ashtu, edhe nga Bashkia Malësia e Madhe nuk raportohen probleme dhe se aksi Tamar Vermosh është i kalueshëm për makinat, ndërsa probleme nuk ka në Bashkinë Vaudejës. Sa i përket rrugës Bog-Theth, borpastrueset që nga dita e djeshme janë vënë në lëvizje, duke pastruar borën dhe duke e bërë të qarkullueshëm atë aks. Ndërkohë, më ndryshe është situata në Bashkitë Pug dhe Fusharës. Sipas emergjencave civile të prefekturës Qarkut Shkodër në Bashkinë Pug, në disa segmente të njësisë si Ball, situata paraqitet e rënduar për shkak të sasive të rreshjeve të mëdha të borës në rrugë dhe ai segment për momentin është i pakalueshëm, ndërkohë që kërkohet të merren masat e duhura për të mundësuar qarkullimin e automjeteve. Në Bashkinë Fusharës, rreshjet e borës kanë pushuar, por trashësia e saj i kalon 30 cm, duke krijuar probleme kryesisht në zonat rurale. Rrugët nacionale janë të hapura dhe qarkullimi kryhet për automjete të pajisura me zinxhir atje ku ka patur rreshje bore. Qytetarët këshillojnë që të marrin masat e duhura në rast se lëvizin kryesisht zonat malore. Përveç Shkodrës, nga ky moti i përkeqësuar janë përfshirë edhe qytetet dhe zonat të tjera malore të Shqipërisë.